Hinë në shtëpi dhe e sheh që familja përcjell filma të kotë, filma me skena të ndyta, filma banal, me lloj-lloj skena të cilat mbjellin vetëm shturje dhe degenerim, dhe hyn baba dhe del baba prej shtëpie, sikur nuk ndodh kur gjë. Hi njeriu në shtëpinë e vet dhe e sheh që është lëshuar muzikë shfrenuese, degeneruese. Dhe hin dhe del sikur nuk ndodh kur gjë. I sheh djemt, vajzat në familjen e vet, të cilët kanë ndryshuar, kanë devijuar rrugët e moralit, terbijes, dhe në fund nuk ndërmerr asnjë hap. E mos të flasim kur arrin baba në atë shkallë që ju bashkangjitet atyre, kur nana ju bashkangjitet atyre, kur ata së bashku, baba e nana, familja, ulen dhe shikojnë emisionet më të prishura, më të gërditshme në mesin e njerëzve, dhe ti çuditesh. Dhe ti nuk je në gjendje me kuptu kur ndryshuan këta njerëz, kur përsa kohë ndodhi që baba, nana, shqiptari musliman, që i thot vetes musliman, dhe nuk flasim për palën tjetër, nga se nësa raste na hin në lidhje, ata të palës tjetër nuk jemi duke folur për ata.